Nëse themi do t'ua jap parat dhe kemi përpara audiencën, për shembull tash nëse u drejtohem shikuesve tuaj, në fund të emisionit do t'ua jap parat, ata mund të gëzohen dhe të mendojnë se këtyre që po na ndjekin janë ata të cilët ne po u drejtohemi. Mirë po faktikisht po flasim për dikë që nuk është i pranishëm, pra që është i vetës së tretë. Dhe ne e dim se veta e dytë, ata që kemi të pranishëm, në shumës themi ju dhe nuk themi u, apo? Dhe prandaj edhe kur flasim në trajtat e shkurtra në gjuhën shqipe, vetëvetishëm duhet vendosur u për ata, pra atyre u thash, ndërsa për ata që i kemi të pranishëm, ju thash, duhet thënë. Sepse nëse themi do t'u jap nga një libër, pra nuk duhet të gëzohen këta që po më dëgjojnë tani. Mirë po ata të cilët nuk janë të pranishëm faktikisht. Pra veta e tretë dhe veta e dytë, përkatësisht j-ja është për vetën e dytë, ata që i kemi të pranishëm, ndërsa veta e tretë është pa j. Te gabime tjera është edhe tek çështja e apostrofit, do thotë që e qisim kur nuk duhet dhe hekum kur ai duhet me qenë aty. Kim sa shembuj këtu, po besoj që mundesh më na i thon, për shembull shpesh gatrohen për emri vetor ti dhe me të i. Trajta e shkurtër i në bashkëvajtje me pjesën të. Dhe sot jo më larg një mik im i cili ka bler librin dhe tash nga kompleksi për të më falënderuar se mos po gabon në shkrimin që më është drejtuar dhe më pyeti nëse të i kishte shkruar kësaj të apostrof a dhe më tha a i kam shkruar drejt apo gabimisht. Dhe në këtë rast, po filloj me këtë situatë, në këtë rast të apostrof a nuk ekziston në gjuhën shqipe. Pra të a shkruhet pa apostrof në të gjitha rastet. Është e qartë? Në gjitha rastet pa apostrof të dhe a kur e kemi. Ndërsa ti dhe apostrof të me apostrof i duhet ditur për kë e kemi llafin. Nëse kemi për ty si person dhe po themi unë, ti dhe ai, ajo, në këtë rast nuk ka apostrof. Ndërsa, kur duam të themi, do t'i them disa fjalë, do t'i them ati, në shembuj të këtill, me do e mos duhet të ketë apostrof. Do të thonë që tu është ky dallimi. Ose edhe në raste të tjera, për shembull, mi mori ta zëm prej dore, në këtë rast duhet të ketë apostrof, ndërsa kur themi për shokët e mi, librat e mi, e kështu me radhë, në këtë rast nuk duhet të ketë i. Normalisht këto janë pak më të komplikuara e që përmes drasës së zezë, siç i thoshim dikur, do të shpjegoheshin më praktikisht. Ose tek këtë kamera nuk dia mund të më fokusu tek pjesa këtë, ku kemi pra 3 apostrofe. Ç'mi dha këto, ç'ti them tani atij? Po, pra situatat i kemi mi dha ose ti them e kështu me radhë. Dhe kur këtë qën i vendosim përpara, që është një përemër, atëherë me do e mos për emri që duhet ketë apostrof. Edhe kur bashkohet me këtë pjesën tjetër mi, ta zëm, që duhet tjetë me do e mos apostrof, m, apostrof, i. Po them janë situata që janë më të ndërlikuara edhe për të mos i ngarkuar pastaj edhe shikuesit sigurisht. Apo di me veçu çën e fortë dhe çën e butë. Te ne në Kosovë nuk di asnjë vend, asnjë fshat, asnjë e folme e Kosovës që e ka dallimin ndërmjet palataleve dhe afrikateve, kështu quhen në terminologjinë tonë gjuhësore, e që jashtë kufive të Kosovës, e që si duket përveç kufive shtetëror administrativ që i kemi ne, janë edhe kufi gjuhësor. Kudo jashtë kufive, ta zëm të shqiptarët e Lugimës, të shqiptarët e Maqedonisë, të shqiptarët e Malit të Zi, të shqiptarët e Shqipërisë dhe tek ata të Greqisë, ose kudo jashtë Kosovës bëhet dallimi ndërmjet atyre që ne u themi gabimisht shkronjës ç të fortë e ç të butë dhe gj të fortë e gj të butë. Ndërsa te ne të Kosovës kjo nuk bëhet. Dhe normalisht kjo është një situatë bukur e pakëndshme për ata që na dëgjojnë teksa themi fjalë të këtilla që në përbërje kanë edhe këto shkronja. Për ndryshe ne kemi tani vetëm afrikatet, ndërsa ato palatalet, si me thonë qën që është e afërt me kën, ose gjën që është e afërt me gën, këto nuk i kemi fare ne pjesë të shqiptimit tonë. Ndërsa në të shkruar, përmes memorizimit, përmes inteligjencës sonë
pamore, ne mundohemi t'i shkruajmë drejt dhe normalisht edhe këto janë gabime të pafalshme që do të mund t'i bënim, për ndryshe një kosovar në këto situata do të duhet të ishte më i shfaqsuar në raport me pjesën tjetër, domethënë të kombit shqiptar. Jeton kuqinaj pra me çdo but. Unë kësaj e kam si duket ai ofiçari kur më ka regjistruar në komunë, kësaj më ka regjistruar. Por ndryshe buku një pjesë e familjes sime të ngushtë e kanë me ç faktikisht dhe jo me këtë. Pra është në atë kohë e shkruar gabimisht dhe kështu ka mbet. Po. Jo me çdo but, por me çdo fort. Edhe kjo ka qenë mbas edhe një piknisje studimeve të mia se me cilën shkron duhet shkruar pse pikërisht kjo, ku është dallimi e kësaj pyetje të këtilla që pastaj normalisht edhe kurorzohen. A mund të ketë pyet dikush si është e mundur me shkruar për një libër, pra si shkruajmë drejt kur çoja but është në mbiemër. Po them edhe një herë, kjo nuk do duhet të quhej ç e but, quhet ç palatal. Mirë, po kështu e kemi mësuar dhe kështu na e kanë thënë domethënë edhe mësuesit e kështu me radhë. Tashmë e gabuar apo e drejt, unë kësaj e kam për dokumente gjithandej të shkruar. Është e qartë. Dhe nëse e ndroj, mbase dalin probleme të tjera administrative e kështu me radhë në për gjykata, janë procedura normalisht burokratike. Po, shqiptimin e bën me çdo fort. Po, ashtu. Të paktën në këtë rast në drejt shqiptim jemi të drejtë. Ne në Kosovë kemi disa zhargone, nëse mund themi, ose disa fola të disa rajoneve ndryshme. Për shembull, vin nga Suareka që vrehen. Pastaj është Dragashi apo Poja, është Zhuri ose kemi një pjesë tjetër të Pejës. Janë këto pasuri për gjuhën apo janë që po dëmtojnë sepse edhe në të folë vrehemi, por shpesh edhe në të shkruar? Po natyrisht, secila e folme ka karakteristikat e veta përkatëse dhe normalisht që janë pasuri. Është një sikurse të themi të kemi shok të profileve të ndryshme, normalisht që është pasuri se sa të kemi një shoqëri të një profilit caktuar, ose të kemi tazëm në aspektin e kuptimit më të ngushtë, një pasuri vetëm të një lloji apo të kemi të llojeve të ndryshme. Normalisht që do të ishte pasuri edhe në këtë rast të folme të ndryshme të krejt kombit tonë shqiptar, sigurisht që janë pasuri. Mirë po, për të mos pasur situata të vështira të mirë kuptimit mes vete, shërben edhe gjuha standarde. Kur dy folës të vendeve sado periferike që t'jenë, kur takohen që të flasin në gjuhën standarde, normalisht se ky do të ishte funksioni i gjuhës standarde që të mirëkuptohen sa më lehtë dhe komunikimi i tyre të jetë sa më efikas në këtë rast. Për ndryshe, nëse secili flet në fanatizmin e tij gjuhësor sipas të folmës së fshatit dhe neve na duket se ne flasim më bukur se pjesa tjetër e kombit shqiptar dhe pjesa tjetër e kombit shqiptar ashtu pretendon për të folmen e tij, atëherë normalisht që ka në këto takime të ndryshme që mund bëhen dhe secili nëse flet sipas së folmës së tij, normalisht që pikërisht aty do të hasnim vështirësi në mirëkuptim. Dhe kjo është jo vetëm për kombin shqiptar, ta zëm të vendet të tjera, ta zëm për gjermanët, ku kanë 14 dialekte dhe italianët, kur kanë 12 dialekte, nëse dialekti i parë dhe i 12 do takoheshin, ose le ta themi të gjermanët i 5 me të 14-in, mbase nuk do të mirëkuptoheshin fare, ose as do të kuptoheshin fare mes vete, po të mos flisnin në këtë rast në gjermanishtën standarde, përkatësisht në italishtën standarde. Këto në gjuhën tonë janë më të vogla dallimet mes gegrishtes dhe toskrishtes, megjithatë vështirësitë janë të pranishme në mirëkuptim. Sa e njohim gjuhën standarde, sa po punohet në këtë rast nga ekspertë të fushës, siç janë ju dhe të tjerët që me promovu më shumë dhe me fuca më shumë në përdorim gjatë të folurit. Natyrisht, nëse secili profesionist do të bënte punën e tij, veç aq sa kërkohet, normalisht që gjendja do të ishte bukur, më e mirë edhe për t'u lavdruar edhe gjithë ato personalitete që kemi pasur prej rilindjes ose edhe më herët dhe deri te kohët moderne, normalisht do të ishin krenar me punën që bëjnë profesionistët me theks tani të gjuhëtarët. Mirë po për fat të keq, kur një gjuhëtar nuk është vetë kompetent në përvetësimin e gjuhës standarde dhe pastaj as në drejtshkrimin e saj, e as në drejtshqiptimin e saj, normalisht që pastaj atyre pak gjuhëtarëve që janë më të denjë në këtë aspekt, u mbetet punë më e madhe, le të themi, për të mundur të mbulojnë pastaj pjesën e këtyre të tjerëve që nuk bëjnë punën e tyre.
dhe normalisht që ka shumë për të bërë në aspektin e gjuhës. Mbase sikurse në çdo fushë tjetër, në çdo lëmi tjetër, ta zëm në aspektin ekonomik, ne jemi bukur larg vendeve të tjera, po ashtu jemi larg edhe në aspektin e gjuhës krahasuar me vende të tjera. Nëse gjuhët të tjera të ndryshme e kanë të përcaktuar me ligj atë që po thosha, që të folurit e gjuhës standarde është obligim, sidomos ta zëm në për televizione, në për parlament e kështu me radhë, nëse gjuhët e tjera kanë të rregulluar dhe ndëshkojnë mos komunikimin në gjuhën standarde, po t'ishte edhe kjo në gjuhën shqipe, atëherë me siguri se gjendja do t'ishte bukur më e mirë. Dhe kjo, nëse s'gaboj, ka qenë edhe fushat e qeverisë aktuale, që do t'u jepet rëndësi më e madhe lëndëve si matematika e gjuha shqipe, mirë po sa kanë vëretur në teren, nuk është bërë diçka e këtill, ka vendnumërim për fat të keq në këtë aspekt. Sa po ndikohemi nga gjuhët e huaja, serbishtja, turqishtja dhe arabishtja, së fundmit tash kemi dhe anglishtën. Do thotë serbishtja dhe turqishtja, po edhe arabishtja kanë qenë më shumë prezente dikur, tash është një lloj zbeje, por që anglishtja po i dominon këto, nëse mund të themi. Tashmë fatmirësisht, nëse ne kemi shpëtuar nga pushtuesi i shekullit të fundit, nga fqinjet tanë verior, nëse kemi shpëtuar nga plumbat dhe tytat e tyre, fatmirësisht kemi shpëtuar edhe nga ndikimi i gjuhës së tyre. Dhe kjo njëjtë edhe për turqishtën, si e the, mbase për arabishtën nuk kemi pasur, le të themi, kontakte të drejtë për drejta, mirë po përmes doganimit, le të themi kushtimisht përmes osmanlive, pra është sjell edhe turqishtja, pra si lloj tranziti, domethënë, për ndryshe tashmë nuk ka një rrezik të këtill nga këto gjuhë, sepse normalisht që tashmë kontaktet dhe ndikimi prej tyre është fare i pakt, mos e themi, domethënë mbas edhe fare nuk ka ndikim në gjuhën tonë të sotme shqipe. Ndërsa ndikimi për fat të keq i anglishtes në gjuhët të vogla, siç është shqipja, në gjuhët të folësit e cilëve nuk prodhojnë, siç jemi ne shqiptarët, me do e mos detyrohemi që edhe të gjitha fjalët ti përvetsojmë, ti marrim, ti importojmë të gatshme, ashtu siç e marrim produktin, për fat keq edhe pastaj e marrim edhe fjalën prej prodhuesit të tyre. Ta zëm fjala telefon, kompjuter dhe gjitha fjalët të këtilla janë normalisht ashtu siç e kemi importuar produktin në fjalë, ashtu e kemi importuar edhe gjuhën prej tyre. Ndërsa gjuhët të tjera që janë të vogla, le ta themi për kroatishten, këtë pjesë e kanë të rregulluar dhe ata televizorit nuk i thojnë televizor siç i themi ne një fjalë të huazuar, mirë po e kanë adaptuar në gjuhën e tyre të pastër burimore. Dhe kështu do duhet të bënim edhe ne. Nëse këtë s'kemi mundur ta bëjmë në të kaluarën, të paktën për tash e tutje nuk duhet të ketë një pengesë të këtillë në këtë aspekt. Po, për shembull, dhe prandaj po them, gjuhët e vogla siç është shqipja, përndryshe ka rrezik serioz prej anglishtes, sepse fëmijët tanë për fat keq, ekspozimi i tyre nëpër ekrane televizive gjatë gjithë kohës ose përmes telefonëve, kur ata për fat keq anglishten e flasin shumë më mirë se sa shqipen, normalisht që rreziku është i jashtëzakonshëm për ta dëmtuar deri në palc gjuhën tonë shqipe. Prandaj duhet të jemi bukur më fanatik në këtë aspekt që fjalë të këtilla si fjala weekend duhet hequr prej fjalorit ton, ashtu siç kemi hequr shumë fjalë slave. Weekendi s'është në gjuhën shqipe? Absolutisht. Dhe nëse edhe fjala tjetër që ne kemi krijuar fundjavë nuk është, të paktën duhet ta bëjmë pjesë të fjalorit ton të përditshëm. Faktikisht të përjavshëm sa herë që vjen fundjava dhe kësaj kur ne e flasim që gjithë këtë fjalë ta zëm, pastaj edhe ajo bëhet pjesë e fjalorit kurdo që do të botojë një fjalor i ri. Si mi thon weekendit? Po i themi fundjavë, një përkthim i drejt për drejt, domethënë i këtyre të dy fjalëve. Po tek çështja e teknologjisë, do thotë janë disa emërtime që edhe në botën arabe janë emra të njëjtë edhe tek ne. Për shembull, gjuha arabe, sa diun pra shumë e pasur, por që ata përdorin disa terme të teknologjisë. Prandaj këtu e thash, nëse ne shqiptarët nuk prodhojnë, as arabët përderisa nuk e prodhojnë produktin, normalisht produkti vjen para se të krijohet fjala adekuate për atë produkt, e pastaj normalisht është më e lehta që të importohet edhe fjala e asaj pajisjeje të caktuar.
Por ndryshe edhe arabët janë goxha të kujdesshëm në gjuhën e tyre që kanë fond milionësh të fjalëve dhe mbas ata dhe si komp që janë më i madh nuk e kanë këtë rrezikun prej anglishtes, po them siç e kemi ne që jemi pak milion dhe që kemi disa mira fjalë, pra jo miliona fjalë siç kanë gjuhët e mëdha, në këtë rast arabishtja. Dalim